me kolegë. Në rast se ka qenë shoqja, kolegja, keq me fytë se jem njerës mbi gjitha dhe mundet me ndonë e mos me qenë mirë se mi majti 30-40 koncerte, është normal. Ka ndodhë që mbrapa perdeve, kom najt me mikrofon, nëse diçka i ndodhë kolegës, me hi merë me intervenu, mos me dalë keq ajo në skenë. Kështu që për neve në atë kohë ka qenë i raport shumë i mirë dhe shumë i shnosh. Me cilat kolege nga koha dikur më banë ende raporte? Që e pinë do shta një kafe për qef? Mund të them me shumicën. Piceko dhe me amna se me të vërtet me Violet Kajtazin pi për çdo ditë kafe dhe jem Kojshike me Lorin, Giljen, dhe më thonë, Mimozën, Vjolca Gjun, kom shumë e shumë tjera që na ka met prej për para shoqënia, dhe më thonë prej viteve 90-ta, ne asnjëherë nuk kemi dhënu, as nuk kemi pas konflikte, kem shoqëni shumë të mirë dhe vazhdojmë të kem shoqëninë e mirë. A bëni thashe themen ndonjëherë? Po kur janë të mira, ka njerë është mirë. Mua nuk janë thashe theme të dëmshme, janë gjithmonë të mira. A ju mungon ajo ku? Po, mungon veç e mirë është të thashe dhe kjo ku. Dhe më thonë se për neve është fatë që pi përjetojmë, dhe më thonë, 2 etapat jetësore dhe ato ma qysh ka qenë. Shumë herë bojmë hajgare se që kemi dalë në skenë, dhe më thonë. Si kemi pas këto komplekse, të them. Si janë komplekse, po në atë kohë kemi dalë, s'kemi pas grimer, s'kemi pas, ka pas, po jo na me shkune për koncerte me... Kemi krej flok, ti kemi bo minival në atë kohë se ma shumë flok, i kreshëm edhe dishëm s'kem performajshëm, po mbi gjitha për neve ka qenë rëndësishme performanca, e mundua publikut kënaqën me neve, ju përqu mesazh të mirë edhe kjo. Me qëra fjalla po duke shumë bukër. Faleminderit, edhe ti si gjithmonë. Edhe ganja nuk ka ndryshu asnjëherë, nuk kena pa transformime ndoja të ganës. Që shërun linjën ganja? I falenderoj Zotit mas pari se shumica mbesin qa po banë. Po. Kur që zbëj? Sidomos une ushqimet asnjëherë s'ku maj dietë që mbajnë shumica, po fatmirësisht e kam edhe pak genetike, kështu që i ha gjitha ushqimet, nuk e kam problem u rujtë asnjëherë. Të gjithë duhet të jemi si ganja. Sidomos bruma ha shumë. Kështu që me shoqet kur dalë ka njerë ato do me thonë ham pite. A gatun vetë? Jo, e kam një kunat që ka të stile të më bënë qka duon, edhe që më thira je, për më arë se tash e bëj pite, kështu që i kam arak brumat shumë dhe i preferoj shumë. Gane, letë këthemi prapë të muzika. Tripika dhe Gjamadani via dueti famshëm me Ilirët ka qenë një emocion i vërtet për periudhën e 90-tave. Qka më përnë men nga jo kohë dhe qëfar raporti keni sot me grupin Ilirët? Të mirë, normal me shemin. Ka qenë periudhë artë, më i të thëmë, se me të vërtet kemi pas pa revolucion në atë kohë. Kurse aroj që kur kemi shku në Gjermani në 94-ën me koncerte, kemi dalë pak ma ndryshe, ma modern skenë, edhe e di që me Ilirët kemi pas suksese shumë të mëdhaja. Për Gjamadanin mos po flasim se e këthym në një ritëm pak ma modern, pak ma ndryshe, se e ka qenë këngë folklorike, e ma ndej na me sheminve që e këthym pak ma zbavit se këngën, se na ashtu edhe performoj shumë. Kështu që ka qenë jo mirë, po shumë mirë. Do më thonë, rritja publikut, ajo risia jonë që e bënëm ma ndryshën skenë, kështu që kanë qenë tash dhe ma herët vite që kur këthejna dhe i analizoj dhe i kujtoj, me të vërtit kanë qenë shumë të pa diskutushme. Edhe raporti normal, urna. Po ta kujtoj edhe një moment, kur ka fitu Sali Berisha, e ki këndu këngën Miropafshëm. Edhe a ka qenë sfiduse për ty në atë ko? Shumë sfiduse, edhe knaqësi dhe sfiduse, po më ke këthy shumë largë. Në atë kohë këmë bashkëpunu edhe me Elitën 5 edhe me Ilirët. Do më thonë, me Elitën 5 e kemi pas një këngë që
Më patëm ftu me punu me ta, ka qenë që më bone ta i moj vajzë, kështu që edhe me ta ku pas disa koncerte në atë kohë. Mandej me Ilerët, po kemi pas ftesën me knu në atë kohë. Peripetit deri sa kemi shku në Tiranë, do më thonë po flitet për vitin 86, kanë qenë shumë të vështira, po ajo ndjenja dhe knasia për me mri në ven aty dhe ishte hera parë që shkojsha në Shqipëri, se na jemi sfidu shumë në atë kohë, do me thonë kemi pas shumë probleme gjatë rrugëve, se djetë që ka qenë situata, e na si artist për me shku në ven dhe për me përshu një mesazhe për mi knash shqiptarët ku do që janë, jemi sfidu shumë. Edhe keni rreziku. Pa tjetër, se do me thonë ti e ke pas rrezikshmërinë gjatë krejt udhëtimeve që djetë në atë kohë prej shka qenë situata, e kështu që jemi kanë shumë të sfidum, po knasia dhe vullneti për me mbri në vend dhe për me performu